Mirëmëngjesi shpirtra të ndrojtur. Ka gra në botë që nuk flasin shumë. Nuk postojnë shpesh, nuk e tregojnë veten, madje disa nuk vendosin as fotografinë e tyre në rrjetet sociale. Dhe një prej këtyre kam qenë unë. Dhe këtë e bëjnë jo sepse nuk janë të bukura, por sepse në atë mënyrë janë rritur, të ndrojtura. Ato janë gra që kanë jetuar në heshtje, kanë qarë pa dëshmitar, kanë dashur në fshehtësi, kanë duruar kur askush nuk i ka parë dhe megjithatë nuk janë thyer. Mos i gjykoni këto gra të qeta, sepse në anë ndrojtje fshihet një forcë e rrallë. Ato nuk kanë nevojë për duar trokitje për të ndriçuar, sepse drita e tyre vjen nga brenda. Dhe unë sot po të drejtohem ty zonjë, që nuk e vendos akoma fotografinë tënde në rrjetet sociale. Nuk ka pse fshihesh më. Bukuria jote nuk matet me një imazh, por me mënyrën se si ti e trajton botën, me atë butësinë tënde, me durimin tënd, me zemrën tënde të ndjeshme. Zëri yt i but ka vlerë. Drita jote e qetë ka ndikim. Mos harro se ti edhe pa zhurmë i frymëzon njerëzit. Kjo botë ka nevojë për më shumë gra si ti. Që edhe pse ju jeni të heshtura, jeni të fuqishme, edhe pse jeni të ndrojtura, keni mendime plot të thella në mendjen tuaj. Edhe pse jeni të thjeshta, por ju jeni të jashtëzakonshme. Unë ju falenderoj që më ndiqni, të gjithave ju, nëna, gra, vajza të ndrojtura, por edhe të guximshme. Por ju jeni plot me dashuri brenda jush. Kaloshi një të diel të bukur sot me familjet tuaja dhe shihemi në videot e tjera.